Anila të përshëndes edhe unë, Këshilli i Ministrave ka vendosur shkarkimin nga detyrat të kryetarit të bashkisë Erion Veliaj dhe pranimin e vendimit të Këshillit të Bashkisë që Erion Veliaj nuk do të jetë më kryetari i bashkisë së Tiranës. Tani më vendimi pritet të shkojë presidentit të Republikës zoti Bajram Begaj për të njoftuar për vakancën që është krijuar në Bashkinë e Tiranës për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të reja të parakohshme, të cilat duhet të merren jo më vonë se 30 ditë nga dita e sotme dhe jo më vonë se sa 45 ditë më falë dhe jo më herët se sa 30 ditë në mënyrë për t'u lënë kohë partive politike për t'u përgatitur për këto zgjedhje, ndërkohë që tani më mbledhja ka përfunduar, ka zgjatur edhe 60 minuta mbledhja e Këshillit të Ministrave, ku janë marrë edhe vendime të tjera, por ndërto edhe shkarkimi i kryetarit të bashkisë Erion Veliaj që merr vullën përfundimtare tani më ligjore dhe sigurisht mund t'i hapë rrugë edhe veprimeve të tjera ligjore të avokatëve të zotit Veliaj nëse duan që çështjen ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese ose të mos e dërgojnë atë.